Shqiptari hero që shpëtoi fëmijët nga mbytyja në Gjermani, një ditë që askush nuk do ta harroj, ishte një pasdite vere në Gjermani. Ajri i ngrohtë i korrikut kishte mbushur parkun e madh të qytetit ku prindërit me fëmijët ishin mbledhur për të kaluar disa orë të qeta pranë liçenit. Qielli ishte i kthjellët, zogjt ciceronin dhe aroma e barit të sapo kosur përhapej në ajër. Ishte një nga ato ditët që njerëzit i kujtojnë me nostalgji, e zakonshme në pamje të parë, por e veçantë në mënyrën e vet, në mesin e shumë familjeve që po shijonin atë pasdite, askush nuk e imagjinonte që disa minuta më vonë, gjithçka do të kthehej në një skenë paniku. Fëmijët luanin pranë bregut të liçenit të pastër. Uji duke i qetë, por pas qetësisë fshihej një rrymë e fuqishme që kishte marrë jetë njerëzish më parë. Disa fëmijë, mes tyre 2 vëllezër të vegjël dhe shoku i tyre, vendosën të afrohen më shumë. Në fillim, ata fusnin këmbët në ujë, duke qeshur e duke hedhur gur. Por pak nga pak, të shtyrë nga kurioziteti, hyn edhe më thellë. Asnjëri prej tyre nuk dinte not mirë, vetëm pak çaste mjaftuan që këmbët e tyre të humbnin mbështetjen në rër dhe trupat e vegjël të fillonin të lëkundeshin. Një nga djemt u rrëshit i pari. Në fillim bëri një britm të lehtë, më shumë nga hutimi. Më pas, u zhyt dhe doli sërish, këtë herë me frikë të madhe në sy. Të tjerët u përpoqën ta mbajnë, por rryma i tërhoqi të tre. Nga bregu, nënat dhe kalimtarët filluan të kuptonin se diçka nuk shkonte. Një nga gratë ulëriti me gjithë fuqinë, ndihmë. Fëmijët po mbyten. Paniku përfshiu bregun. Disa njerëz u ngritën nga sheslongët. Të tjerë nxorën telefonat për të telefonuar ambulancën. Por askush nuk guxonte të hidhej në ujë. Në ato çaste që duken si orë të gjata, fëmijët përpiqeshin të mbanin kokën jashtë, duke u kapur mes njëri tjetrit e duke bërë lëvizje të dëshpëruara, por për fat, aty ndodhej edhe një shqiptar. I quajtur Arber, një burr rreth të 30-tave, i ardhur prej vitesh në Gjermani për të ndërtuar një jetë më të mirë, ai që nuk qëndroi duar kryq. Arberi atë ditë nuk kishte planifikuar të vinte në park. Ishte kthyer herët nga puna, sepse fabrika ku punonte në ndërtim kishte mbyllur turnin për shkak të vapës. Ndaj kishte marrë biçikletën dhe kishte dalë të qetësohej pranë liçenit. Ishte ulur disa metra larg vendit ku ndodhi ngjarja. Fillimisht, kur dëgjoi britmat, mendoi se fëmijët luanin me shaka. Por shpejt kuptoi nga shikimi i tmerruar i grave që kjo nuk ishte lojë. Ai hodhi syt nga uji dhe pa kokat e fëmijëve që dilnin e futeshin në sipërfaqe. Një grua u përpoq të hynte në liçen, por u ndalua nga të tjerët që thoshin se ishte shumë e rrezikshme. Pa humbur kohë, Arberi nxori telefonin nga xhepi, e hodhi mbi bar dhe filloi të vraponte drejt bregut. Gjatë sekondave që i duheshin për të përshkruar atë distancë, në mendjen e tij kalonin qindra imazhe, familja, vajza e vogël që kishte lënë në Shqipëri, rreziku që mund ta priste edhe atë vetë. Por një zë i brendshëm i tha, duhet ta bësh. Me një lëvizje vendimtare, ai u hodh në ujë, duke e ndjerë trupin e tij të ftohtë nga ndryshimi i temperaturës. Uji i qetë në pamje, në thellësi ishte i rrezikshëm, me rryma që të tërhiqnin. Për disa sekonda, asnjë nuk e pa më kokën e Arberit mbi sipërfaqe. Në breg, heshtja u bë edhe më e rëndë. Dikush tha me zë të dridhur, i humbëm të gjithë. Por pastaj, një nga fëmijët u shfaq i kapur pas krahut të një burri. Ishte Arberi që kishte arritur ta mbërthente njërin nga djemt. Me njërën dorë notonte me forcë, me tjetrën mbante fëmijën e trembur. Pak më tutje, pa edhe 2 të tjerët, ende duke u përpjekur, lufta me sekondat, uji i tërhiqte poshtë. Çdo frymëmarrje dukej si përpjekja e fundit. Arberi u afrua tek 2 fëmijët e mbetur. E dinte që nëse do të përpiqej t'i kapte të 2 menjëherë, rrezikonte të mbytej edhe vetë. Atëherë bëri diçka që kërkonte vendosmëri të jashtëzakonshme. E afroi fëmijën e parë drejt bregut, duke i shtyrë trupin me dorë, ndërkohë që vetë zhytje pas zhytjeje lëvizte drejt 2 të tjerëve. Kur arriti pranë tyre, ata nuk kishin më forcë të bërtisnin. Sy të hapur, duar të zgjatura. Ai i kapi të 2 nga parakrahët dhe u përpoq të qëndronte mbi ujë.
Rryma i tërhiqte poshtë, por Arbëri ndjeu një forcë që nuk e kishte ndjerë kurrë. Ishte si një valë energjie që i dilte nga zemra. Ai mendoi për vajzën e tij në Shqipëri, për nënën plak që e priste gjithmonë me mall në telefon, për çdo ëndër që kishte bërë kur erdhi në Gjermani. Dhe e dinte, nëse dorëzohem, gjithçka mbaron. Për ta. Për mua. Për gjithçka. Me një britm të fortë, ai nisi të lëvizte. Milimetrat i dukeshin kilometra. Por nuk u ndal. Kur ishte vetëm pak metra nga bregu, ndjeu se kraharori i digjej nga lodhja dhe sytë filluan t'i erësoheshin, dita e shpëtimit dhe duartrokitjet. Në ato qaste, disa burra të tjerë e panë se Arbëri nuk kishte më forcë. 3 veta u hodhen me një litar që e lidhen në belin e njërit prej tyre. Njëri kapi dorën e Arbërit, tjetri mori fëmijët. Si një varg njerëzor, i tërhoqën të gjithë drejt bregut. Në momentin që doli nga uji, Arbëri nuk mundi të qëndronte në këmbë. Ra në gjunjë, duke marrë frymë me gulqim. Njerëzit nxituan t'u jepnin fëmijëve frymëmarrje artificiale. Pak minuta më pas, ambulanca mbërriti, një vajzë e vogël, motra e njërit prej fëmijëve të shpëtuar, ju afrua Arbërit me lot në sy, ti je heroi ynë. Të gjithë shpërthyen në duartrokitje. Ishte një moment që asnjë prej tyre nuk do ta harronte kurrë. Ndërsa po e ngarkonin në barel për ta çuar në spital, Arbëri dëgjoi një zë në gjermanisht që i përshpëriti, faleminderit që na tregove çfarë është guximi i vërtetë. Në spital, midis jetës dhe reflektimit, Arbëri ushtri në shtratin e spitalit, me gjoksin që i ngrihej e i zbriste nga lodhja e pamas. Mjekët i lidhen tubat e oksigjenit, ndërsa infermierët i kontrollonin pulsin dhe frymëmarrjen. Ai nuk kishte dëmtime të rënda fizike, por trupi i tij ishte jashtëzakonisht i lodhur nga përpjekja e madhe në ujë. Në dhomën e bardhë të spitalit, Arbëri qëndronte me syt ngulur në tavan. Mendja e tij kalonte si film, zërat e fëmijëve në ujë, britmat e nënave, uji i ftohtë që i përplasej në fytyrë. Por mbi të gjitha, mendonte për arsyen pse kishte vepruar pa hezitim. Unë e di çfarë do të thotë të rritesh pa baba. Mendonte ai. Nuk mund të lejoja që këta fëmijë të humbnin jetën përpara syve të prindërve të tyre. Në orët e para të qëndrimit në spital, ai mori lajmin që donte më shumë të dëgjonte. Të 3 fëmijët ishin jashtë rrezikut për jetën. Ky lajm i solli një lehtësim që e bëri të qante në heshtje, i fshehur nga askush, por ndoshta i parë vetëm nga Zoti. Rrëfimi i heroit. Disa ditë më vonë, një gazetare gjermane erdhi ta intervistonte. Historia e tij ishte bërë lajm në të gjitha mediat lokale dhe kombëtare. Titujt flisnin për guximin e një emigranti shqiptar që i kishte shpëtuar 3 jetë të pafajshme. Gazetarja, një grua rreth të 40-tave. E pyeti, çfarë menduat në ato momente? Arbëri u mendua gjatë dhe tha, nuk kisha kohë të mendoja. Ishte zemra ime që foli. Ishte njerëzorja. Ata ishin fëmijë. E ndjeva si të ishin fëmijët e mi. Ky rrëfim preku zemrat e shumë njerëzve. Për herë të parë, shumë gjerman e pan Arbërin jo si thjesht një punëtor ndërtimi nga Shqipëria, por si një njeri që mbarte vlera universale, guxim, shpirt sakrifice, dashuri për jetën. Njoja nga shteti gjerman disa javë pas ngjarjes. Kryetari i bashkisë e ftoi Arbërin në një ceremoni zyrtare. Ishte dita kur Arbëri mori medaljen e guximit civil nga autoritetet lokale, në atë sallë të mbushur me njerëz që e duartrokisnin. Arbëri qëndronte i thjesht, me rrobat që i kishte zgjedhur me modesti, pa dëshirë për lavdi. Ai nuk e kishte bërë për duartrokitje, por për atë thirrje të brendshme që nuk mund të shpjegohet me fjalë. Fjalimi i kryetarit të bashkisë ishte prekës, sot nderojmë një qytetar të vërtetë të botës. Një njeri që na kujton se guximi nuk ka kombësi, ngjyrë apo gjuhë. Guximi është ajo që na bën njerëz. Pas ceremonisë, shumë qytetarë e ndaluan për t'i dhënë dorën. Një nën, e cila kishte qenë në breg atë ditë, ju afrua me lot në sy, ti na riktheve besimin tek njerëzimi, tha ajo. Ti je hero i fëmijëve tanë dhe i zemrave tona.
historia e jetës së tij, por kush ishte Arbëri përpara se të bëhej hero? Arbëri kishte lindur në një fshat të varfër të Shqipërisë, që i vogël e kishte njohur fjalën vuajtje. Babai i tij kishte ndëruar jetë nga një sëmundje e rëndë kur Arbëri ishte vetëm 10 vjeç. Nëna, një grua e fortë dhe e heshtur, e rriti mes mundimeve, por gjithmonë e mësoi të ishte njeri i ndershëm. Bir, kur të kesh mundësinë, ndihmo të tjerët, i thoshte ajo shpesh. Kur Arbëri ishte 22 vjeç, vendosi të largohej nga vendi për të kërkuar një jetë më të mirë. Gjermania ishte vendi ku gjeti punë në ndërtim, por gjithnjë jetoi me mall për atë dheun. Për familjen dhe për aromën e dheut të tij, historia e jetës e kishte bërë atë të fortë, por edhe të ndjeshëm. Ndaj, kur pa fëmijët që mbyteshin, nuk pati nevojë të mendonte 2 herë. Reflektimi dhe kthimi në atë, lajmi për aktin e tij arriti edhe në Shqipëri. Familjarët e tij, miqtë e vjetër, bashkëfshatarët u ndjen krenar. Ishte një nga ato raste kur emri i vendit lakohej në botë për një vepër të madhe. Pas disa muajsh, Arbëri vendosi të kthehej përkohësisht në Shqipëri për të parë nënën dhe për të ndarë me të atë që kishte ndodhur. Në aeroportin e ri Nasit, ai u prit nga të afërmit me lot gëzimi. Në fshat, njerëzit e përshëndesnin me respekt. Por për Arbërin, heronjtë e vërtet ishin njerëzit e zakonshëm që përpiqeshin çdo ditë të bënin mirë, pa zhurmë. Në një intervistë në televizion, ai tha, "Unë nuk jam hero. Jam thjesht një njeri." Hero është çdo nën që sakrifikon për fëmijën e saj, çdo punëtor që punon ndershëm, çdo mësues që edukon me zemër. Mesazhi i fundit, kur u rikthye sërish në Gjermani, Arbëri u ftua të mbante fjalime në shkolla e qendra komunitare. Ai fliste për vlerat e solidaritetit dhe për përgjegjësinë që kemi ndaj njëri tjetrit. Jeta na jep mundësi të tregojmë kush jemi, u thoshte të rinjve. Mos prisni një rast si imi. Tregohuni njerëz çdo ditë. Me gjërat e vogla, me një buzëqeshje, me një dorë të shtrirë, me një fjalë të mirë. Historia e Arbërit mbeti si një dëshmi se guximi dhe mirësia nuk njohin kufi. Në një botë ku shpesh dominon egoizmi dhe indiferenca, një shqiptar i thjesht tregoi se një akt human mund të ndryshojë jetën e shumë njerëzve dhe të lërë gjurmë në zemrat e të gjithëve.